Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani hudhra, por askush nuk e di se çfarë i ndodh tensionit dhe zemrës suaj. Shpeshherë na është thënë se hudhra është një ilaç natyral për shumë probleme, ndërsa ekspertët rendisin përfitimet e panumërta nëse konsumohet të paktën një thelbi hudhër në ditë. Por megjithatë, edhe ajo ka një limit për të pasur në këtë mënyrë përfitimet e përditshme në shëndetin tonë. Sipas ekspertëve, një thelbi hudhër i papërpunuar duhet të hahet çdo ditë për të arritur dozën terapeutike prej 900 mg. Në të njëjtën kohë, thelbi i hudhrës duhet të coptëzohet dhe të shtypet në mënyrë që të sekretojë më mirë alicinën. Nëse hudhra ekspozohet ndaj nxehtësisë, forma e alicinës ndalon. Për të përfituar nga formimi maksimal i alicinës, duhet të prisni 10 minuta para se të konsumoni hudhrën. Sipas një studimi të vitit 2018, hudhra e zjerë përmban 16% më pak alicinë se hudhra e papërpunuar dhe 30% më pak alicinë se hudhra e pjekur. Është një substancë efektive që ndihmon në mbrojtjen e trupit nga infeksionet, falë veçorive të saj antimikrobike për mbrojtjen e shëndetit kardiovaskular, për shkak të presionit të gjakut dhe uljes së efekteve të kolesterolit të keq, për mbrojtjen nga format e radikaleve të lira, për mbrojtjen e trurit nga stresi oksidativ dhe të tjera. Hudhra është një nga bimët më të mira ushqyese e cila duhet të shtohet vazhdimisht në dietën tuaj. Kjo për shkak të larmive të larta ushqyese që përmban. Hudhra, padyshim, është një mik i mirë i shëndetit dhe si e tillë duhet të konsumohet vazhdimisht në dobi të organizmit. Ne themi se hudhra është antibiotiku më i fuqishëm natyror, por çfarë do të thotë kjo? Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Hudhra përmban alicinë e cila çlirohet kur ju e konsumoni. Alicina vret lloje të ndryshme të bakterieve dhe ka efekt antiseptike. Pengon gjithashtu riprodhimin e mikroorganizmave, por edhe shkatërrohet në temperatura të larta. Ndaj hudhra duhet të konsumohet brenda normës lejuar në mënyrë që përfitimet e saj të jenë më të mira. Ja çfarë i ndodh trupit tonë sipas health.com nëse konsumoni të paktën një thelbi hudhër në ditë. Do të mbroni ndjeshëm edhe sistemin tuaj kardiovaskular. Një thelbi hudhër në ditë mund të ndihmojë në forcimin e enëve të gjakut, të stimulojë qarkullimin e gjakut dhe të ulë gjithashtu përqendrimin e kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul nivelin e sheqerit me 25% dhe është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt. Hudhra do të ndihmojë në forcimin e sistemit imunitar dhe gjithashtu mund të ofrojë një sër përfitimesh për shëndetin tuaj. Prandaj, është e rëndësishme që të konsumoni atë vazhdimisht në dobi të organizmit. Konsumi i hudhrës do të ndihmojë në prodhimin e lëngut gastrik, që rregullon funksionet e pankreasit dhe përmirëson ndjeshëm edhe oreksin tuaj. Lufton me sukses parazitët e trupit dhe gjithashtu mban nën kontroll komplikacionet e tij. Mund të ngadalësojë procesin e depozitimit të kriprave dhe të rikthejë edhe përmirësimin e shëndetit të nyjeve. Është jashtëzakonisht e pasur me antioksidant, me flavonoide, me vitamina të grupit B dhe acide që janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën, t'i japin asaj elasticitetin e munguar dhe mbi të gjitha të luftojnë në shfaqjen e akneve dhe të rrullave. Nutricionistët besojnë se futja e hudhrës në dietën tuaj mund të shkaktojë një përmirësim të reduktimit të peshës së tepër dhe mbi të gjitha në përmirësimin e dietës suaj. Është e rëndësishme që hudhra të jetë pjesë prezente e dietave tuaja, prandaj duhet të konsumohet brenda normës dhe asnjëherë me egzagerim. Hudhra është një antibiotik natyral shumë i fuqishëm që na ka dhuruar vetë natyra. Përdorimet e saj janë të panumërta, madje mund të lehtësojë që nga problemet e jashtme të lëkurës deri te përmirësimi i brendshëm i trupit. Hudhra është e mirë kundër infeksioneve dhe për uljen e tensionit. Dhe gjithashtu, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër kolesterolit të lartë të gjakut. Nëse vuani nga kolesteroli, hudhra duhet të jetë pjesë prezente e dietave tuaja. Sidoqoftë në çdo rast, edhe me përdorimin e hudhrës, kërkohet maturi dhe ekuilibër në konsumin e saj.
Teprimi i konsumit të hudhrës mund të shkaktojë efekte të dëmshme të organizmit, të cilat do t'i mësoni duke dëgjuar këtë video deri në fund dhe duke kuptuar përfitimet më të mira ushqyese të saj. Gjithashtu, nëse konsumoni më tepër se sa duhet, hudhra mund të shkaktojë disa efekte të dëmshme. Prandaj ekspertët vazhdimisht sugjerojnë 1 deri në 2 thelbi hudhër janë më se të mjaftueshme për të marrë të gjitha përfitimet e rëndësishme të hudhrës në dietat tuaja. A i dini se ngrënia 1 thelbi hudhër në ditë mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë të mira dhe të mbajë larg gjithashtu 10 komplikacione të ndryshme. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një nga zgjidhjet më produktive në dobi të shëndetit dhe mbajtjen larg të këtyre problemeve. Hudhra, një përbërës i thjesht i pabesueshëm për vlerat e fuqishme që mbar, do të ofrojë një sër mbrojtjes të organizmit dhe mbi të gjitha do të balancojë edhe përfitimet e trupit. Hudhra stimulon sistemin imunitar dhe normalizon edhe florën e barkut. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm natyror, me të vërtet punon mirë. Hudhra vret një numër të lartë të bakterieve dhe gjithashtu do të sjellë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit tuaj kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Hudhra përdoret gjërësisht edhe në popullat, edhe për të përmirësuar kështu problemet të ndryshme të lëkurës, ndaj konsumi i saj në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje produktive me shumë përfitime. Të dhënat e hershme të njohura tregojnë se hudhra është një pjesë e rëndësishme e dietës mesdhetare. A i dini se ngrënia e hudhrës me stomakun bosh me të vërtet do t'jap efekte pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Përdoreni hudhrën vazhdimisht në dietën tuaj. Hudhra përmban edhe azot, natrium, kalium, selenium, kalcium, magnez, silic, sulfur dhe acid fosforik, vitaminën C, vitaminën B, fitosterole, ekstrakte dhe vajra esenciale. Përveç kësaj, hudhra është e pasur me fitonutrientë të tillë si alicina, të cilat janë nënformuar edhe nga shkatrimi mekanik i hudhrës. Alicina ka efekte mjaft të mira dhe të forta, të cilat mund të trajtojnë në një sër komplikacionesh të shëndetit tuaj, citojnë ekspertët. Ndaj, edhe konsumi i hudhrës në dietën tuaj do t'i japë rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim. Hudhra është shumë e dobishme edhe në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj, 1 deri në 2 thelbi hudhër të konsumuar çdo ditë është gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj, citojnë ekspertët. Hudhra është një ilaç natyral nga vetë natyra, që mund t'jap rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hudhra përmban më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë antioksidantë të cilët kanë një numër të lartë të përfitimeve pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Sigurisht, përfshirja e saj në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje produktive në mbrojtjen e shëndetit. Përfitimet që do të merrni nga konsumi i kësaj perimeje do ju bëjnë që të mos mendoheni 2 herë për vlerat që do t'jap për trupin. Hudhra parandalon plakjen edhe përqendrohet gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit të arterieve. Zvogëlon nivelin e kolesterolit dhe përmirëson gjithashtu rrjedhjen e gjakut. Është shumë e dobishme për të forcuar sistemin imunitar dhe për të reduktuar gjithashtu komplikacione të ndryshme. Hudhra shkatron një numër të madh të bakterieve të organizmit, zvogëlon presionin e gjakut dhe ka veti të mira antiinflamatore. Përfshirja e hudhrës në dietën tuaj do të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Ekspertët cilësojnë hudhrën si një nga produktet më të mira natyrale për të përfshirë në dietën tuaj dhe për të mbajtur larg këto shqetësime. Hudhra ndihmon në shkatrimin e qelizave të dëmshme dhe mbron organizmin në këtë drejtim. Ekspertët këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 thelbi hudhër çdo ditë si një zgjidhje natyrale për të përmirësuar organizmin. Nëse merrni medikamente ose vuani nga tensioni, konsultoni me mjekun para përdorimit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.